Xhamia nuk është për vendimin e flamurit në mihrabin e saj. Xhamia nuk është për këndimin e himnit në minare. Xhamia nuk është shtëpia e filanit. Xhamia nuk është e dikujt prej njerëzve. Xhamia është shtëpi e Allahut Azza wa Jall, e cila shërben për adhurim dhe Allahut. Në xhami, në shtëpinë e Allahut Azza wa Jall nuk ka nacionalizëm. Xhamia është e besimtarve. Xhamia është e muslimanëve, e në saf mund të jetë një shqiptar, dhe mund të jetë një bosnjak, dhe mund të jetë një turk, dhe mund të jetë çfarë do komsie, të gjithë së bashku, pa përjashtim, vinë në xhami dhe thonë Allahu Akbar. Ne jemi shqiptar dhe askush nuk mund ta mohon që ne jemi shqiptar. Allahu ka dashur dhe ne jemi shqiptar. Mirë, po xhamia nuk toleron gjëra të tilla. Çdo xhami, qoftë në vendet tona apo në vende tjera, paramendojë që ne kur shkem në Qabe, në xhami, në shtëpitë të Allahut Azza wa Jall, sa nacionalitete prezantojnë në advent, të gjithë së bashku, pa asnjë përjashtim, të gjithë thonë Allahu Akbar. Dhe nuk mbulohet Qabja, dhe nuk rrethohet Qabja me flamura të ndryshëm të vendeve të ndryshme. Xhamit janë të besimtarve, xhamit janë të muslimanëve, pa asnjë lloj përjashtimi. Andaj xhamiat nuk guxon dhe nuk mund ta luajnë rolin e përçarjes, ndërsa ne si musliman, e të njëjtën kohë si shqiptar, mund t'i shërbejmë këtij vendi, edhe këtij populli, edhe kësaj toke, siç i kemi shërbyer ne, baballarët, gjyshrit ton, stërgjyshrit ton, të cilët e kanë dhënë edhe jetën në këto vende, të cilët nuk e kanë tradhtuar asnjëherë këtë vend edhe këtë popull. Mirë po kombit, mirë po adhëdheut, mirë po popullit, mirë po vendlindjes, i shërbehet me gjëra të mëdhaja dhe të dobishme, i shërbehet me arsim, i shërbehet me angazhim, i shërbehet me kultur, i shërbehet me drejtësi, i shërbehet me edukim dhe me çdo gjë të dobishme që ka nevojë një popull, e nuk i shërbehet me gjëra tjera. Ata të cilët janë kundër kombit, ata të cilët janë kundër adhëdheut, ata të cilët janë kundër popullit, janë ata të cilët e mashtrojnë këtë popull, ata të cilët e tradhtojnë këtë popull, ata të cilët e vjedhin këtë popull, janë ata kundër popullit të tyre.